Njeriu nga Tirana bëri seks me gruan, por më pas u dënua me burg. Ja pse. Martesa me vajzën që kishte rënë në dashuri me të prej disa muajsh, lidhje e dakordësuar edhe nga familjet respektive, i ka kushtuar dënimin me 7 vite burg një banori të Tiranës. Ajo që nuk ka marrë parasysh nga familjet ka qenë mosha e mitur, nën 14 vjeçe vajzës. Krimi i kryer nga i pandehuri KQ ka qenë konsumimi i marrëdhënieve intime me bashkëshorten e tij. Sipas gjykatës së Tiranës, i pandehuri dhe e mitura i përkasin familjeve të komunitetit rom. Në përfundim të gjykimit, i pandehuri është fajsuar për akuzën e kryerjes së marrëdhënieve seksuale apo homoseksuale me të mitur. Dënimi ndaj tij është ulur në 4 vjet e 8 muaj burg, si pasojë e uljes së përfituar nga gjykimi i shkurtuar. Përfundimisht, gjykata ka vendosur të mos e dërgojë në qeli. Urdhërohet pezullimi e ekzekutimit të dënimit me burgim për një kohë prove prej 3 vjetësh me kusht që i pandehuri gjatë kohës së provës të mos kryej vepër tjetër penale dhe të mbaj kontakte me zyrën vendore të shërbimit të provës. Tiranë, thuaj në vendim. Në llojin e dënimit, gjykata ka mbajtur në konsiderat faktin se i pandehuri përket komunitetit rom. Në kuptim të zakoneve, traditës dhe mentalitetit të këtij komuniteti lidhur me martesën në moshë shumë të re, gjykata vlerëson se ky realitet faktik do të duhet të konsiderohet prej saj në funksion të llojit dhe masës së dënimit të pandehurit, duke pranuar si të provuar fajësinë lidhur me këtë vepër penale, arsyetonte gjykata.